Profesor, një sfidë shumë e rëndësishme, Vllaznia Egnatia në Final Four, si e prisni këtë ndeshje? Ju falenderoj në radhë parë që keni ardhur. Normal që është sfidë e vështirë. Egnatia është një ekip që meriton respekt. E njohim për lojën dhe për nivelin që ka. Një ekip me shumë emra cilësor, por ne jena për rezultatin pozitiv që të ndihmojnë me shku në rrugën tonë drejt titullit. Si do të paraqitet Vllaznia ndaj Egnatias? Ka mungesa përveç të zakonshmëve, Kastrati dhe Bismarck dhe Bajrami? Këto janë mungesat, Kastrati dhe Bismarck për arsye dëmtimit dhe Bajrami për kartona. Por djem që defensor jam i bindur që do të bëjnë më të mirën. Do të luftojnë me 100% e tyre. Normalisht që sfida është mjaft e fortë, por në fund shpresoj që të triumfojmë ne. Sa avantazh ka Vllaznia në raport me Egnatia, profesor, duke qenë se në përballje direkte të sezonit Vllaznia ka dominuar në fakt skuadrën e Egnatias? Unë them që në Final Four këto janë gjithë skuadrat të forta dhe pak a shumë gjithë skuadrat janë me nivel shumë të mirë me kontingjentin dhe ekipit. Kështu që besoj shumë që fushat do të tregojnë, gjithmonë shpresoj shumë që fiturat ta nojnë ka ne, megjithatë unë e vlerësoj Egnatin se është një ekip mjaft i fortë dhe meriton respekt. Në këtë fazë ku ka hyrë Final Four, sa të rëndësishme janë tani edhe llogaritë në letër? Duke qenë se katër skuadrat pothuajse janë aty. E di se një gjë shumë të bëllë llogari, por bash edhe me çunat dhe me stafin e kena diskutuar që na kena këtë ndeshje me Egnatin shumë të rëndësishme, mandej na mbrapa mund të bëjmë edhe në ata llogarinë tona se si shkon ndeshja e fundit, por kena shumë të rëndësishme këtë. Llogarinë tona tam drejtë nuk na pëlqejnë se na bëjnë që me menu për llogarinë dhe ne na duhet tani të mendojmë për lojën dhe unë besoj që gjithë çunat e dinë se sa rëndësishme është kjo sfidë. Në ndeshjet e fundit skuadra ka patur një ngërç psikologjik. Ka ardhur më shumë si rezultati i mungesave në skuadër apo një presioni të shtuar në finalizimin e sezonit me titullin? Na kena pas një problem, them drejtën, që këto dy mungesat e Kastratit dhe të Bismarckut kanë qenë shumë të rëndësishme për ne. Kanë qenë dy lojtarë që kanë dhënë mjaft për Vllaznin dhe më vjen keq që në Final Four nuk është kontributi i tyre, por nuk mendoj që ndoshta me ndeshjet fundit edhe ne jena pak mërzitur, pasi ndoshta shpresoheshim marrëshim një rezultat tjetër, por çunave kena thonë nuk duhet më demoralizu, kena një ndeshje mjaft të rëndësishme me Egnatian. Ato djem janë që na kanë prunë deri këtu, ata djem janë që kanë bërë me nrru gjithë njerëzit e dashamirët e Vllaznisë dhe kështu ata meritojnë përkërjen maksimale nga gjithë, nga i pari tek fundit, të gjithë dashamirët e Vllaznisë. Ata djem na kanë bërë me nrru, unë besoj shumë që deri në fund të arrijmë atë që dona titullin. Të shikoni si më të fortë në luftën për titull një rival kryesor ndoshta Egnatin apo Elbasanin, duke qenë se të dy janë dalin pikët? Të gjithë i shoh rival fort. Ne na duhet fitore në ndeshjet tona dhe nuk është e mirë që të shohim asnjërin. Ne kena një ekip mirë, kena ekip fort dhe aty nuk ke ku i thu rivalido, pasi besoj që Final Four është me gjithë skuadrat forta. Sa rëndësishme është mbështetja e tifozëve, duke qenë se Bashkia ka vendosur edhe 2 autobus falas për tifozërinë nesër? Shumë e rëndësishme. I bëj thirrje kush ketë mundësi të jetë stadium, djemt kanë nevojë për përkraje, djemt kanë nevojë për ngrohtësi, për përkraje në shkallë të stadiumit. Edhe herë theksoj, janë ta djemt që na kanë pru, jena në vend parë sot, mos harrojnë kërkush. Kapin shojnë në renditje, jena në vend parë. Jena edhe 2 ndeshje larg kampionatit, larg fundit të kampionatit. Dhe do të bëjmë shumë me mojt vendin e parë. Kena thonë, pak në mojt intervistat e mia, do të luftojmë deri në fund. Për titull kampion, do të luftojmë deri në fund. Edhe jena të luftuar deri në fund për titull kampion, kemi nevojë për mbështetjen e gjithëve. Për gjithë. Drejtor, si është gjendja brenda skuadrës? Gjendja është shumë e mirë, me 0 probleme, me 0 probleme. Problemi vetëm i joni është ata 2 djem e dëmtuar që kanë qenë lojtar kryesor dhe po them problem se ata janë në sport. Problem tjetër 0. Merkati do të zhbllokohet kur të fillojmë me bë afrimet e lojtarëve, besoj shumë që do të zhbllokohet s'do të ketë asnjë problem. Drejtor, mendon skuadra për barazimin në këtë ndeshje
apo synimi kryesor është për të marrë fitoren që pastaj për të luajtur edhe për një fitore tjetër me Elbasani? Nëse na kena thonë, na shkojmë kudo, shkojmë për fitore. Lozim kundër një skuadër të mirë që është edhe për momentin ka lënë lojna të bukura dhe është një skuadër në formë për momentin. Na shkojmë për fitore në çdo ekip, kundër çdo ekipit. Por në qoftë se nuk do të thosha asnjë gjë më tepër, por skuadra jonë është një skuadër që kudo që shkojmë do të shkojmë për fitore, kaq, me dy fjalë, mos. Është fundi i sezonit normalisht vllaznia po mendon për të marrë titullin kampion, por ka nisur drejtuesit mendojnë për vitin tjetër, po punoni për rinovime pasi pjesa më e madhe e grupit i mbaron kontrata. Ka që i marrën kontrata, ka që janë me opsion me renovim dorë klubit kontratën, gjithë është menu dhe do të bëhet më e mira, por punohet dhe besoj që në fillim qershor do të ketë treja në këtë aspekt, por vëmendja dhe energjitë maksimale janë te nesha me Egnatin, them drejtën, dhe jo se Alon Mazdori çdo gjë është punohet për ditë edhe për ekipin e ri, edhe për afrimet të reja, por them drejtën duana më përqendru tek kjo neshe që e kena shumë të rëndësishme dhe gjëra të tjera më do diskutojmë më vonë.